opsionet janë disa. Opsioni më pozitiv është që Berisha vet, natyrisht është supozim, është hipotezë, Berisha vet mendoj që ka kohë të tërhiqet, edhe çfarë të bëj? Të bëj atë që i është kërkuar gjithë këto vite të bëj. Të hapi një proces të ndershëm dhe të thotë misioni im ishte deri këtu, unë kam një detyrim të madh ndaj gjithë demokratëve dhe shqiptarëve që ndoshta se kam bërë më parë. Procesi të hapet, të ftoj gjithë opozitën aty, me një garë të hapur, të ndershme, të barabartë, pa ndikimin e tij, jo të zgjedhë pasardhësin ai, të garantoj garën, me qëllim që këta mos vrasin njëri tjetrin. Grupet që janë aty. Landi, unë po të them, tash ne njohim Berishën dhe ai edhe në këtë moment vetëm vdekja më largon. Ja, pra prit, do vi dhe aty. Ky është varianti më optimist, do të them për atë që është njeriu më optimist që thotë mund të ndodhi një mrekulli kjo që thashun, që ju nuk e shikoni pas unë nuk e shoh. Okej. Por them që sikur të ndodhi tash. Sikur, okej. Se rastet i ka pasur në dorë ta bënte dhe nuk e ka bërë. Por ndoshta zoti si dihet. Po tash në fund më s'po e bën ai. Si dihet mund të ai tha vdekja më largon më. Po pra, tani vim tek varianti 2. Vetëm zoti më largon. Vim tek varianti 2, ku Berisha nuk largohet. Po. Sepse do presi derisa ta largoj vdekja. Siç largoi Berlusconi nga partia e tij. Pa ai kishte parti personale tek e fundit. Berlusconi thoshte kush do të vile të vi, kush do të njeriu që i shpërndan të mirat materiale politike këtu jam unë. Po. Tani Berisha do të bëjë si Berlusconi, do ta marrë partinë e vet në varr. Ka që thjesht ajo do rrudhe pra aq kosa ti ke dhënë zoti Jetsali Berishës. Kjo nuk më intereson më dhe prandaj nuk është pasuri kombëtare më. Në atë moment s'është më pasuri kombëtare, është pasuri thjesht familjare dhe klanore. Edhe më duket është tash pasuri familjare. Tash është e tillë. Gjithë politika që po bë Berisha është për mbrojtjen e tij dhe familjes tij, mbaroj që bunker shoqar. Është bunker. Tash problemi nuk kanë më nevojë për ne, sepse po ti kishin nevojë unë kisha të paktën, si unë dhe janë shumë të tjerë, kisha një vit në shtëpi që kur humbi vula. Por nuk kam folur në telefon me Flamur Nogën, unë që kam mik të vjetër, jemi rritur në PD bashk, nuk i vajti në mend të thoshte, folën për tjetër gjë. Ti si vajti në mend të thoshte që Orlandi, çfarë bën ti për zgjedhje, më ku je? Hajde më të angazhohesh atje në jug, se kemi nevojë ne. Pastaj e zgjidhim atë raportin që keti nuk sepse i cakton Berisha, ajo është e qartë. Por nuk kishin nevojë fare ata për njerëz, ata kishin nevojë vetëm në ministerinë. Kjo është e qartë rruga e kësaj partie. Forcë, cila është zgjidhja tjetër për opozitë, se Shqipëria pa opozitë nuk do ngelet. Këto të reja që morën, partitë të reja që morën mandat, që morën nga një deputet apo dy, këto tani duhet të tregojnë veten aty në parlament se sa vlejnë. Nëse nuk do të jenë këto, patjetër do krijohet një forcë tjetër e re. Shqipëria pa opozitë nuk do ngelet. Vakum nuk ngelet. Vakum nuk absolutisht nuk ngelet. Siç nuk ngelet në botën e krimit, luftohet një organizatë kriminale. Del një tjetër, e zëvendin ajo. Por thjesht merr më shumë kohë ajo derisa të merr kohën e nevojshme derisa të bëhet ajo i njohur. Kaloi 3-4 vjet, bën pasuri ajo, kapet kjo, pastaj futet një tjetër në lojë. Riciklohet. Edhe në politik, hapësirën që lënjeri do ta marrë dikush tjetër. Edhe fakti është që partitë e vogla opozitare me gjithë sistemin e blinduar që bëri Berisha dhe Rama e miratoi, sepse e ka bërë Berisha dhe i shmangej edhe për këtë Bledi Fevziut. Nuk thoshte që fajin e ka sistemi që Braun që i dhash 12 mandate në tavolinë e tij Ramës. 81, 83, heqim 12, bëjnë 71. Pra do kishte 71 mandate, domethënë po mos kish bërë këtë sistem.